Në vijim të implementimit të projektit të titulluar Qendra Kombëtare e Monitorimit të Trafikut për zbatimin e sistemit inteligjent të transportit, i cili ka për qëllim përmirësimin e sigurisë rrugore, zvogëlimin e numrit të aksidenteve, përmirësimin e fluksit të lëvizjes së trafikut, janë vendosur strukturat metalike për instalimin e kamerave të sigurisë edhe në brendësitë të qytetit të Vlorës. Gjithashtu, struktura metalike për instalimin e kamerave të sigurisë janë vendosur edhe përgjatë autostradës 100 vjetori i pavarësisë nga Vlora në Levan, që është pjesë e akseve rrugore që i përkasin qytetit. Në pamjet e filmuara nga televizioni 6+1 Vlora, shihet qartë se këto struktura metalike janë prej çeliku dhe të gjata deri në 10 metër. Mësohet se janë 155 kamera të monitorimit 24 në 24, si dhe 241 kamera identifikimi në hyrje dalje të autostradave, por edhe 50 kamera për leximin e targave dhe shpejtësisë përgjatë autostradave që do të vendosen në 200 km e parë të autostradave në rang vendi, një ndër to, e cila do të monitorohet me kamera, është edhe autostrada Levan-Vlorë. Krahas punës për ndërtimin e strukturave metalike të kamerave të sigurisë në Vlorë, ka nisur edhe ndërtimi i bazamentit se ku do të vendosen tabelat informuese të trafikut. Tabelat do të jenë me strukturë metalike që do të krijohen mbi rrugët ku kalojnë automjetet. Në të dyja anët e rrugës në to do të vendosen këmbë metalike, ndërsa vetë tabelat, të cilat do të tregojnë kryesisht shpejtësinë e lejuar të qarkullimit rrugor në këto akse dhe do të kenë gjithashtu një thirrje drejtuar drejtuesve të mjeteve të respektojnë shpejtësinë dhe të bëjnë kujdes gjatë vozitjes, do të jenë të vendosura përballë drejtuesve të mjeteve, pra në katë të kundërt nga njëra tjetra, në varësi të sensit të qarkullimit që ata të kenë mundësi të shohin. Në rang vendi janë vendosur deri më tani 8 tabelat e para dhe po vazhdon puna, pasi në total janë 24, ku disa prej tyre edhe në aksin Levan-Vlorë. Ndërkohë, sipas informacioneve, mësuese pjesë e autostradave që do të përfshihen në këtë projekt janë Tiranë-Durrës, Tiranë-Elbasan, mbikalimi Shkozet-Plepa, Durrës-Rogozhin, Rogozhin-Lushnje, Lushnje-Fier, Bypass-Fier, Fier-Vlorë, si dhe Vor-Ahmet Tash, Qafka-Sharrinas.